Liverpooli vazhdon të jetë aktive në këtë merkato verore, me 5 përforcime të konfirmuar se i Frimpong Wirtz, Kërkes, Peksi dhe portieri Wondmain, trajneri Arne Slot po ndërtojnë një skuadër të re. Por lëvizjet nuk dalin këtu. Nga një anë Kwanza pritet të transferohet te Bayer Leverkusen për plot 35 milion pound, ndërsa në vend të tij flitet për afrimin e Marc Guehi nga Crystal Palace. Për sa i përket repartit të sulmit, Liverpooli synon një goditje të madhe për Alexander Isak, por Newcastle e vlerëson atë plot 150 milion pound. Ndërkohë, Darwin Núñez flitet për një transferim te Napoli dhe mbetet pa qartësi mbi të ardhmen e Elliot, Luis Diaz, Gakpo dhe Federico Chiesa. Apo ndërtohet një Liverpool me stil, një Liverpool që pritet të synojë si Europën, gjithashtu dhe Premier League-ën. Kush do të largohet realisht nga Anfield Road këtë verë? Leni komentin tuaj, shpërndani sa më shumë video dhe bëni follow faqen.